Ramazani është muaj të cilën Zoti Xhaleshanuhu e ka veçuar me shumë mirësi, duke e bërë një periudhë të veçantë kohore për falje, shpëtim dhe mirësi. Vërtet është çelësi mirësive për ata njerëz të cilët dëshirojnë ta shfrytëzojnë me sinqeritet. Për këtë, të nderuar agjërues, Zoti Xhaleshanuhu në surën Zumer, ajeti 53 thot: O robërit e mi, të cilët e keni rënduar veten me mëkate, mos e humni shpresën te Zoti, sepse Zoti i fal gjitha mëkatet, ai është mëshirëfalës. Për këtë arsye, njëkohësisht edhe i dërguari jon i dashur Muhamedi alayhis salam na thot: çdo punë të cilën e bën i biri i Ademit është për te, përveç agjerimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për te. Andaj, të nderuar teleshikues, le të mundohemi që secili nga ne këto ditë të bekuara, të numruara, të shfrytëzojmë me përkushtim, sinqeritet, me shtim të namazeve, me falje të namazit të taravive, me shtrim të iftareve, me ftim të musafirëve, me këndim të ilahive dhe organizimeve të bukura, ashtu sikurse që dini ju, sepse vërtet Ramazani është çelës i mirësive. Të gjitha begatit e muajit Ramazan nuk mund të imagjinohen, e lërë më të numrohen. Për këtë, pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam thot: sikur ta dini se çfarë të mira ka në muajin Ramazan, besimtarët do të dëshironin që i gjithë viti të jetë Ramazan. Andaj, të nderuar teleshikues, le të mundohemi që këto ditë të numruara dhe të bekuara të shfrytëzojmë në maksimum. Njëkohësisht pejgamberi alayhis salam thot: ai i cili agjeron Ramazanin me besim të plot, duke llogaritur në shpërblime të mëdha, Allahu do t'ja fal mëkatet e mëhershme. Lusë Allahun Xhaleshanuhu që në këto ditë Zotit na i fal gjitha mëkatet tona. Dalim faqe bardh dhe vepra të pranuara. Allahu vërtet e pranon atë që bëhet me sinqeritet.